محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut të mënduar dhe falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurojmë të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm. Dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në gjumat e kaluara kemi përcjellur thirrjet e Allahut të mëdhenuar. Dhe në kuadër të kësaj teme kemi përmendur se është shumë e rëndësishme për një besimtar të dinë se cilave thirrje duhet i përgjigjet nga njëra anë, dhe në anë tjetër të kupton përmbajtjen e thirrjeve të Allahut te bareka ve teala. Në çka na thret Zoti jon. Dhe kemi kuptuar me disa shembuj vetëm, nga se të shumta janë thirrjet e Allahut në Kur'an për njerëzit në përgjithësi e për besimtarët në veçantë. Por kemi kuptuar se të gjitha thirrjet e Allahut që ne obligohemi të përgjigjemi realisht janë thirrje që dobia e përgjigjes na kthehet neve. Thirrje për besim të pastër, larg bestytnive dhe iluzioneve djallëzore. Të përgjigjemi Allahut Azza wa Jall në adhurim të duhur, në përputhje me natyrshmërinë njerëzore dhe garancën për shpërblim në botën tjetër. Të përgjigjemi Allahut te bareka ve teala për ndërtim të raporteve të mirëfillta mes nesh, duke filluar nga familja, rrethi e shoqëria në përgjithësi. Të përgjigjemi Allahut xhallahu ala për fituar me djersën tonë, me mundin tonë, jo që të keq përdorim apo të fitojmë haram. Të përgjigjemi Allahut te bareka ve teala që të japim, ndihmojmë, të jemi solidarë, të kontribuojmë. E shumë nga mesazhet që dalin nga thirrja Allahut xhallahu ala drejtuar njerëzve dhe besimtarëve në veçantë. Të nderuar vëllezër, një musliman bëhet musliman veç kështu, duke u përgjigj atij që e ka thirrë. Por nuk mund të jesh besimtar i drejtë. Nuk mund të jesh besimtar i duhur, i kërkuar. Nuk mund të jesh besimtar nëse i përgjigjesh thirrjeve të atyre që janë në kundërshtim me besimin në Zotin. Nuk mund të jesh besimtar e ti i përgjigjesh thirrjeve të atyre që dojnë me shkatërru besimin e besimtarët, vendin tonë, popullin tonë e kështu me radhë. Nuk mund të jesh besimtar e ti përgjigjesh armikut i që të ka luftuar dekada e dekada, e bën punë të vazhdueshme për me të shkatërru e ti i përgjigjesh në emër të besimit. Nuk mund të jetë kjo besim, nuk mund të jetë kjo adhurim. Kjo është tradhti dhe kjo është mashtrim dhe devijim e lajthitje. Të gjitha mësimin e jep edhe Allahu Azza wa Jall të nderozur, duke na thënë: La takhunu Allaha war Rasul, fatakhunu amanatikum. Sikur se kemi thënë në fillim. O ju besim drejt, mos e tradhtoni Allahun dhe pejgamberin, nga se kështu tradhtoni përgjithësinë e besimit që keni marrë mbi supet e juaja. Prandaj Allahu na mëson për atë që kemi përmendur, dhe në të njëjtën vijë, në të njëjtat binar është edhe mësimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se realisht edhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë shpallje. Allahu xhallahu ala edhe ati ka shpallur atë që duhet kumtuar njerëzve në përgjithësi. Dua që sot të filloj trajtimin e një udhëzimi të rëndësishëm, shumë përmbajtësor dhe domethënës, që nga fillimi i tij deri në fund, që buron nga shpallja dhe del nga goja e bekuar e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një këshill shumë domethënëse, përmbajtësore dhe e rëndësishme për çdo kohë, në veçantë për kohën tonë, në veçantë për kohën e shumë turbulencave, në kohën e mjegullinave të shumta, paqartësive të ndryshme kështu me radhë. Transmeton Ebu Hurajra, një nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, i cili thotë: një ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam na tha, ishim ulur me ta, ai na tha: men ya'khudhu anni haula'i al-kalimat
ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Kështu është hyrja dhe fillimi. Kush i merr nga unë këto fjalë, në transmetim këto 5 fjalë, janë 5 fjalë të arta, janë 5 rregulla për jetën, për besimin, për shoqërinë, për familjen, për të ardhmen, për botën tjetër. Por para se të kalonte te këshillat, pejgamberi sa bën një hyrje të rëndësishme për ta marrë vëmendjen dhe për treguar rëndësinë e asaj që do ta thotë në vijim. Andaj tha, kush nga ju i merr këto 5 fjalë prej meje, që të punon me to dhe t'ia mëson atij tjetrit që dhaj të punon me to. Kështu ishte hyrja të ndërlozër. Pastaj vazhdojnë fjalët. Nuk dua që të shohim tek këshillat, tek fjalët, pa u ndal pak tek kjo hyrje e rëndësishme profetike të kësaj këshille madhore. Të ndërlozër besimtar. Edhe kjo hyrje është e ngjajshme me temën e kaluar. Nga se çfarë tha pejgamberi sa, kush merr prej meje, do më thonë, dush me ditë prej kujt po merr. I ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij që të marrin prej tij dhe jo nga burime tjera, me çfarë do emri që dalin, me çfarë do pretendime që dalin, duhet me ditë referencën tënde, duhet me ditë prej kujt je mëson fen, nga se sot ka shumë burime të ndryshme, veçanërisht ato që vijnë nga bota virtuale, ato që vijnë nga rrjetet sociale, ato që vijnë nga interneti, të shumta, që mund të duken burime të sinqerta, të sigurta, të argumentuara, por që janë plot helm, janë plot devijim, janë plot rrezik, veçanërisht për rinin tonë. Kush i merr prej meje këto fjalë, prej meje, nga burimi i shpalljes, nga fjala e Allahut, nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por të interpretuara, të shpjeguara nga dietarët e mirëfillt, nga haxhallarët e njohur, e të pranuar, e të dëshmuar, jo nga qoshet, e nga këndet e palegjitimuara, të panjohura, që nuk dim prej ku burojnë, apo çka dojnë dhe çka synojnë. Kështu ka vazhduar këshilla në vazhdimsi të ndërlozur, edhe me sahabët e pejgamberit, edhe me tabiinët, me dietarët e mëdhenj këtu me radhë, gjithmonë janë përkushtuar në qartësimin e referencës, në kthjellësinë e shpjegimit, që njerëzit të kapen për litarën e duhur, që njerëzit të kapen për mësimet e duhura. Në veçantë sot po them për rinin tonë, të cilët kanë shumë më tepër qasje në rrjetet sociale, kanë shumë më tepër qasje në platformat të ndryshme ku publikohen materiale të lloj-llojshme, e që nuk janë të legjitimuara, nuk janë të njohura, nuk janë të dëshmuara. Anashkalimi i hoxhallarëve të vendit, anashkalimi i hoxhallarëve të dëshmuar, anashkalimi i mësimeve xhamisë të ndërozur është rrezik i madh për devijim, madje edhe rrezikim potencial për familjen dhe për shoqërinë. Dhe kjo është e dëshmuar dhe praktikisht, sikur që ishte e dëshmuar edhe teorikisht në mësimet e Allahut e të pejgamberit të dietarëve tanë. Kush i merr prej meje këto fjalë, kështu tha dhe Ibn Mubareku, nga dietarët e mëdhej, kështu tha dhe Ibn Sirini, e shumë dietarët e jashtëm duke thënë, inna hadha al-amra din, fandhuru amman ta'khuduna dinakum. Kështu tha gjenerata e artë, kështu tha besimtarët e devotshëm, çështja është çështje e fesë, është çështje e besimit, është çështje të ardhmës, nuk është lojë serioze. Andaj shikoni prej kujt po e mësoni fen. Shumë pyetje e madhe. Shikoni prej kujt po mësoni fen. Të ndëruar dhe besimtar, për ta fuqizuar këtë kuptim dhe për ta mbajtur të freskët dhe aktiv në vazhdimsi. Edhe pas shumë viteve të mësimit të fesë, erdhi Xhibril tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shikoni të ndëruar vëllezër. Sahabët e pejgamberit mësuan fen, i mësuan bazat. 13 vite në Mekë mësuan për besimin në Allahun, botën tjetër, mësuan rregulla. Me vite mësuan dispozita të ndryshme në Medinë dhe prap pas shumë viteve, madje jo shumë larg vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, erdhi Xhibril tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Erdhi në formë të njerëzit, nëse me lajket e kanë mundësinë e personifikimit në formë të njerëzit. Erdhi në formë të çuditshme. Ul pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shokët e tij po e vëzhgojnë situatën, sikur që e transmeton këtë Omer ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu.
ul në gjojnë para pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe filloi me i bë pyetje, duke i thënë, çka është Islami? Dhe pejgamberi sa po ja përgjigje. Çka është imani? Pejgamberi sa po ja përgjigje. Çka është kjo deri në fund? U ngrit dhe shkoi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam të ndërozur ju tha shokëve, e tadruna man as-sa'il? A dini ju kush është ai që bëni pyetje? Tha një e dërguar, nuk e di. Allahu dhe i dërguar e ti di mas miri. Çka tha pejgamberi sa? Është Gjibrili ka ardhur më mësu fen. Që kjo është mësimi i fesë. Mu ul para hoxhës me pyet atë që e njeh, ai që ka lidhje me dijen dhe me mësu bazat e fesë. Ka ardhur në kohën e vëndshme të mësimit të fesë, më mësu sahabëve prap, jo mësimin e informimit fillestar, por i kujtimit për tema të mëdha. Me mësu kanë besimin e Allahut xhallahu ala. Sot gjem djalë i ri në fe, ende nuk i din bazat e fesë si duhet, nuk i njeh rregullat e namazit, kapet për çështje madhore globale, probleme të ndryshme që realisht te i kalojnë dimensionin e vendit tonë dhe problemeve tona. E në kuadrat të këtij angazhimi pastaj shohet në analiza, në gjykime, madje në akuza, në shpifje, e deri në veprime të rrezikshme që mund t'i kushtoj atij dhe gjithëve neve. Pse e bën këtë? Pse nuk është kapër i tonë dur, nuk është ullë në gjënë me mësu ku duhet, se ka mësu fen ku duhet, dhe se ka mësu fen për fillimet saj, por është kapë për anët që ati nuk i përkasën, nuk i takojnë. Andaj, kush i merë për meje këtë fjallë, për meje, unë një mësej që ka duhet, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe me marë fen të ndërvëzër për me praktiku, për jetën tone, jo me mësu fen për me shajt dikan, jo me mësu fen për me barikatu jetën kashit dikujt, jo me mësu fen për me gjyku dikan, jo. Kështu tha pejgamberi sa, këtu në uzimet e pejgamberit, kush e merë fen për meje, mësau prej kujt për e merë fen. E para, e dyta, mësau pse për e merë fen, pse për e mësën fen. Nga sa ka njerë që mund të marrin fen, për përfitimet caktuara, mund të bëjnë këtë. Janë individ e vërtet, janë të rrallë, shumica dërmuese e besimtarve hynë në fe për shkak se e dojnë besimin. Por edukau që ta marrësh fen për të punu me fen, që i bie se mësa që të përket ty, mësa që duhet ty për punën tënde, për problemet e tua. Ai mësim që nuk prodhon veprim, nuk prodhon edukat, nuk të duhet, edhe në qoftë është me bazë fetare. Nga se mund tjetë për nivel më të larë se ti, për diken tjetër. Andaj tha kush e men nga anë e fen, dhe qëfar bën? Punan me te. Jo me mësu fen për debatu, jo me mësu fen për të ragu, për të repliku, jo me mësu fen për me nëzun gush dikan, jo, së mësot feja për këtë. Feja mësot për praktiku, për të vepru, për ka që mësot feja. Dhe e treta tha pejgamberi asan të ndruzër, t'ja mësën dikuj që vepron me te. Që kjo është zinxhiri mësimit fesë, që kjo është zinxhiri mbi që ndërtohet personaliteti dhe identiteti një muslimani. E mësën fen nga burimet e duhura, e mësën për ta praktiku dhe pastaj e bartë mesazhin e Allahut tek ata që ka mundësi, duke filluar nga familja e rrethi e kështu me radhë. Kështu tha pejgamberi sa të ndrozur. Prandaj duhet marr seriozisht këto udhëzime, duhet marr seriozisht referencën e mësimit fesë, duhet marr seriozisht arsyeshmërinë e mësimit të fesë dhe përgjegjësinë e bartës së saj tek të tjerët. Allahu na ruajt nga burimet e dyshimta, nga njerëzit keqadashës që në emër të fesë mund të përcjellin mesazhe dashakeqe, mund të sjellin rrezik, mund të sjellin dëm tek shoqëria, nga se njerëz të tillë nuk hezitojnë me e keq përdor, jo vetëm fen, por edhe gjuhën, edhe kombën, edhe çka do që e kanë përdore, vetëm që të përfitojnë personalisht dhe për intereset e tyre, na rujt Allahu për sherrin e tyre. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës, dhe është mëshirues aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtar, çështjet e fesë jorëllare bëjnë edhe diskutim në diskursin publik dhe medial.
Jo rrëdhëherë edhe me konotacione dashakeqe jo të mira. Andaj duhet jemi të kujdesshëm. Dhe duhet jemi të vëmendshëm. Dhe duhet që t'i kthehemi bazës dhe origjinës tonë. Ne e dim shumë mirë se armiku i cili ka tentuar në forma të ndryshme me na asgjësu, ka tentuar vazhdimisht edhe fen me na aprish. Ka tentuar vazhdimisht me na përqaf në armën të fesë. Por ne të ndërozër nuk duhet shumë ta çajmë kokën çfarë bën armiku. Alhamdulillah, sot i kemi edhe instruktora të sigurisë, të niveleve të ndryshme që punojnë në forma të ndryshme dhe kapin individ të papërgjithshëm e të pandërgjithshëm që ende ju ka met shije e ëmbël e bashkëpunimit me okupatorët dhe me armikun. Ata i bëjnë punët e tyre, ne lutemi për ta dhe ne urojmë që të kenë sukses vazhdimsi që çdo tendencë për përçarje, çdo tendencë për keqpërdorim dhe për manipulim ta largojnë nga vendi jonë. Çka na mbetet neve të ndërozur? Na mbetet të vazhdojmë udhëtimin tonë. Këto tendenca djallëzore, armiqësore të ndërozur nuk janë sodit, nuk janë tash, janë të mëshme, janë gjithmonë dhe do të vazhdojnë. Por si ka qenë populli jonë? Ku është këtu i populli jonë? Është këtu të hoxhallarët, është këtu të institucionet, është këtu të xhamia. Dhe kështu do të vazhdojmë tutje. Alhamdulillah, t'i kthehemi xhamive tona, t'i kthehemi xhallarëve tonë, mësimeve tona, dhe të vazhdojmë tutje rrugtimin e ndërtimit të vendit tonë, të tejkalimit të problemeve tona dhe të mbrojtjes së vendit me këtë ato që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk do të lejmë kurrë që individ të papërgjithshëm me interesa meskine, të ulta, që të futin dyshim në mesin tonë, kurrën e kurrës. Asnjëherë. As në rrafshin fetar e as në rrafshin kombëtar apo çfarë do të qoftë tjetër të ndërruar besimtar. Ne e dim se nga mesi i besimit kanë dalë njerëz që janë ballavaçuar me armikun. Nga mesi i xhamive tona zotën, nga mesi i popullit tonë që është shumicë dërmuese muslimane. Ne e dim armiku çka ka synuar ku ka rënuar xhamia dhe shkolla, nga se e kanë ditë se këto dy vende edukojnë gjeneratat për ta kuptuar rezistencën që duhet vazhduar me armikun. Janë rënuar më tepër se 1/4 e xhamive tërësisht, ndërsa shumica e tyre është dëmtuar. Xhamia jon këtu e dini vjetër kur është dëmtuar në forma të shumta për të rënuar këtë simbol të qytetit të vendit tonë kështu më radh. Prandaj vazhdojmë me rezistencën në forma të ndryshme, me rezistencën tonë duke u kthyer në referencat e duhura, duke vazhduar me arsimin, me shkollimin, me vetëdijsimin tonë për të kuptuar se nga armiku nuk pritën ditë mira, por nuk duhet ne ta gëlltisim, nuk duhet ne të lejmë që ta gëlltisim dilemën që ai do me hudh në mesin tonë e të krijojmë panik, e të krijojmë paqartësi e mjegulli, madje edhe pasiguri, ka shi referencave tona, ka shi xhallarëve tonë dhe ka shi institucionet e Bashkisë Islame në përgjithësi. Të nderuar dhe besimtar, kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i merr për me këtë fjalë, andaj shiko prej kujt po i merr fjalët. Që të punon me to, do të thotë shiko pse po i merr të fjalë, që të punosh e ta përmirësosh e ta edukosh veten tënde. Kjo është feja jote dhe duhet të marrësh për praktikën tënde, duhet të marrësh për përmirësimin tënd dhe për edukimin tënd, dhe të marrësh për të edukuar fëmijët e tu, për të përcjellë mesazhin e udhëzimit e thirrjes së Allahut tek familja jote, nga se në masovizimin e përgjigjes ndaj Allahut ka hajër për neve, ka dobi për neve, për vendin tonë dhe për njerëzit në barë, sikur që kemi dëshmuar në takimet e kaluara. Allahu xhallahu ala na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mundësoj që gjithmonë të marrim nga durrët e sigurta, të pim të burimet e pastërta e të qeltërta. Na ruajt Allah nga burimet e kontaminuara, që mund të duken të ëmbla, të mira, por nuk janë të sigurta, nuk janë të mira, nuk janë të dëshmuara dhe të pranuara. Allah na ruajt nga marrja e fesë për debat, diskutim, për urrëtie e për gjykime punë tjera. Allah na mëson që ta mësojmë fen për vetin tonë, për mësimin, për praktikën e udhëzimin dhe edukimin e të tjerëve. E na mëson që jemi të dobishëm edhe për të tjerët në emër të asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është hyrje në thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çfarë tha pejgamberi alaihi wasallam realisht, me çka na mësoi, do të vazhdojmë inshallah edhe në takimet dhe xhumat e ardhshme. Elusi Allah në manduar që Allah të ruan vendin tonë dhe popullin tonë nga çdo tendencë armiqësore
për të na prish rendin, sigurinë dhe për të na rrezikuar në çdo aspekt në jetën tonë dhe në vendin tonë. Allahu xhallahu ala e shpërblef këtë që përpjeket për sigurinë tonë, për rahatin tonë, për mirëqenien tonë, për ardhmërinë dhe zhvillimin e vendit tonë, për mësimin dhe arsimimin e gjeneratave në fusha të ndryshme të jetës tonë. Na bëftë Allahu bashkëpunues gjitha këto fusha për të mirën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i shëroft të smurit tanë, Allahu i ndihmoft çdo kujt që është në telashe, në probleme. Allahu i pajtoft familjet tona, Allahu pajtoft popullin tonë mes vete. Dhe është Allahu xhallahu ala që të ketë një lloj pajtimi edhe në udhëheci tona, e që ngështjet e caktuara që po shkaktojnë edhe nevrinë popull të i kalon e të normalizojë situata në frymën e asaj që është luftuar, është përpjek në të kaluarën dhe vazhdojmë ta bëjmë për të ardhmen tonë. Allahu xhallahu ala i mëshiroft të vdekurit tanë dhe na bashkoft me ta në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.